Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë çimeve në fytyrë për gjithmonë vetëm në 10 minuta. Kjo mask do ju befasoj. Çdo femër do të dëshironte që fytyra e saj të ishte e pastër dhe me sa më pak çime të ishte e mundur. Madje ku ka më mirë se sa maskat natyrale që zhdukin qimet e fytyrës për një kohë tepër të gjatë dhe ju marrin vetëm 10 minuta kohë për të përgatitur. E tillë është edhe kjo mask që ne do t'ju tregojmë në këtë video. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle miell, 1/4 e lugës me shafranin dije, 3 deri në 4 lugë qumësh të freskët, 1 lugë lëng limoni dhe gjithashtu 1 lugë vaj kokosi. Përgatitja: shtoheni të gjithë përbërësit së bashku në një tazë dhe përzijeni mirë derisa të formohet një pastë e trashë. Rezultati do të jetë një masë e verdhë. Përdorimi: aplikoni një shtresë të trashë paste në fytyrën tuaj, duke shmangur kështu çepallat dhe vetullat. Nga ana tjetër, përhapeni masën në të gjithë pjesën ku ju dëshironi që të zhdukni këto qime. Lëreni maskën që të thahet për të paktën 10 minuta. Fshiheni butësisht maskën duke përdorur kështu gishtat tuaj. Më pas, lajini fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe përdorni më pas një peshqir të thatë për ta pastruar. Kështu ju do të shihni një ndryshim të madh për vetëm 10 minuta. Qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë mjaft e mirë e femrave dhe shkaqet janë nga më të ndryshme, si për shembull çrregullimet hormonale. Shpeshherë depilimet shkaktojnë irritime, puçra me infeksion dhe skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto, ka disa mënyra me anë të maskave natyrale dhe këtë lloj maskash mund t'i bëni në shtëpinë tuaj pa patur shumë produkte. Do t'ju duhet një e bardhë vezë. Në një pjatë ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe e shpërndajmë të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj vendosim mbi të bardhën e vezës në fytyrë një pece të hollë. Mund të vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesën ku keni qime të padëshiruara. E lyejmë këtë pecet sërish me të bardhën e vezës, duke përdorur një furçë ose gishtat tuaj. Sipër shtresës së dytë të së bardhës së vezës vendosim sërish një pecet tjetër të hollë. E lëm të bardhën e vezës që të ftohet. Më pas ne do të fillojmë që të heqim ngadalë pecetat e thara. Bashkë me to do të shikoni se do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe me mjalt. Për këtë recet, juve do t'ju duhet 1 lugë sheqer kaf ose të bardhë, 1 lugë gjelle mjalt, 1 lugë gjelle ujë dhe një tas i cili duron nxehtësinë e mikrovalës, një spatull ose shkop akulloreje dhe disa copa në formë shiritash. Vendoseni që të gjithë përbërësit në një enë e cila arrin që të durojë nxehtësinë. Vendoseni më pas këtë enë në mikrovalë ose në një ngrose të çfarëdoshme dhe kështu do të shikoni efektet befasuese. Gjithashtu, më pas përzijeni përbërësit për rreth deri në 35 sekonda derisa përzierja të fillojë dhe të fluskojë dhe të kthehet në një ngjyrë kafe. Largojeni më pas enën nga nxehtësia dhe lëreni përzierjen që të ftohet pak. Më pas, ajo çfarë duhet të bëni është që kur ajo të jetë ngrohtë të merrni pak nga dylli me anë të një spatule dhe vendoseni atë në zonën ku ju keni qimet e padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendoseni atë në zonën ku janë qimet e padëshiruara. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copën duke e sheshuar atë me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas tërhiqeni copën më ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa këto qime
të padëshiruara të jenë larguar nga fytyra juaj. Maska me shafran indie. Shafrani i Indis mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me disa përbërës të tjerë për heqjen e çimeve të fytyrës. Ai ka veti antibakteriale dhe parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj me shafran indie dhe përzjeni ato me ujë për të bërë një pastë të hollë. Shpërndajeni përzierje në fytyrë dhe lëreni për 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, fshiheni atë me një copë pak të lagur, duke e lëvizur copën në drejtimin e rritjes së çimeve. Përdoreni këtë maskë rregullisht për disa javë derisa çimet e fytyrës tuaj të jenë larguar plotësisht një herë për gjithmonë. Depilimi është një proces sa i dhimbshëm po aq edhe bezdisës. Çimet dalin vend e pa vend në çdo kohë. Ekzistojnë shumë metoda për të eliminuar këto të fundit, por ato natyralet janë më të mirat. Shumë femrave edhe pushi i fytyrës u shndërrohet në çime pasi këto të fundit errësohen dhe fillojnë dhe trashen. Në vend të piskatores, ju duhet që të përgatisni një nga këto receta për të hequr këto çime në pjesën e sipërme të buzës. Maska natyrale. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë lugë çaj me vaj kokosi, 3 lugë gjelle miell dhe ujë. Lyeni lëkurën e mbuluar me çime me vaj kokosi dhe mbulojeni më pas me pastën që përftuat nga mielli me ujë. Lëreni për plot 15 minuta dhe më pas hiqeni nga lëkura. Shpëlajeni ato me ujë dhe mos harroni që të hidratoni lëkurën tuaj me një krem. Gjysmë lugë çaj bollgur, 6 deri në 8 pika lëng limoni dhe 1 lugë gjelle mjalt. Grini bollgurin dhe përzjeni me lëngun e limonit dhe mjaltin derisa të formohet kështu një pastë. Aplikojeni këtë përzierje në fytyrë dhe lëreni për plot 20 minuta. Përsëriteni procedurën të paktën një herë në javë për rezultate më të mira. Depilimi gjithashtu është një proces i cili të merr shumë kohë, por në fakt maska më e mirë është ajo e cila do të bëjë të mundur largimin e çimeve një herë për gjithmonë. Kjo maskë mund të bëhet lehtësisht në shtëpi, edhe pse mund të ketë erë të rëndë, rezultati që ofron është shumë i vlefshëm. Ju mund të shtoni disa pika lëng limoni për të mbizotëruar mbi erën e gelatinës që gjendet e gatshme në supermarket dhe është e përbërë nga lëngu i kockave. Ju mund të provoni edhe ndonjë vaj esencial. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1 lugë gjelle gelatin, 2 deri në 3 lugë gjelle qumësh, 3 deri në 4 pika lëng limoni dhe 1 deri në 2 pika vaj esencial livandoje. Në një tas të vogël shtoni qumshtin, gelatinën dhe vajin esencial të livandos. Përzjeni mirë ato. Vendoseni në mikrovalë këtë përzierje për rreth 15 deri në 20 sekonda. Aplikojeni menjëherë në fytyrën tuaj dhe lëreni për disa minuta. Asnjëherë mos e aplikoni afër syve apo vetullave. Hiqeni pas 5 minutash. Çimet nga fytyra dhe pikat e zeza do të jenë zhdukur duke e lënë lëkurën tuaj të pastër dhe sa më të bukur. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!